desire, you can become one of our bunch. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire winners. Wings, with a smile you can enchant and lighten up our world. With a feeling we can take flight. Watch us. If you desire, you can become one of our bunch. With a magic ray, the sky is all blazing. An adventure is certain to start. In the stars, when I'm cloudborn, I fly through time and space. I color my existence with my imagination. With my flight in heaven. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire winners. Wings, with a new kids on the block, with each other's dearest friends. With a feeling we can take flight. Watch us. Wings, you magical wings, and you run through the stars. A powerful light ray under the sign of the wings. Në kullën e reve, Blumi dhe miqtë e saj gjejnë dhomën ku mendojnë se fshihet flaka e dragonit. Betejja me triksat ishte e pashmangshme. Griffin arriti t'i ndalonte për pak kohë, duke u dhënë një mundësi Wingsave për t'u arratisur në Alfea. Sky dhe Bloom hutuan armiqt me një makinë hapësire, por një aksident ndërlikoi situatën. Është e padobishme. Motori i hapësirës u prish. Pra, po tani çfarë do të bëjmë? Kështu si janë gjërat, nuk kemi shumë zgjidhje. Do të na duhet të kthehemi në Magic's Bloom dhe të shpresojmë të gjejmë pak ndihmë. Nuk e di. Të paktën i hoqëm qafe ato krijesat. Këtë betejë mund ta kemi fituar, por kam frikë se sulmi tjetër do të jetë më i dhunshëm. Nuk kemi marrë vesh asgjë nga fëmijët në kullën e reve. Nuk arrit ta besoj këtë që po ndodh. Çfarë do të bëhet me Magicsin? Tani nuk është koha për të bërë pyetje të tilla. Le të përqendrohemi te problemi që kemi. Duhet të gjejmë një mënyrë më të shpejtë dhe efikase ndaj sulmeve të tyre. Nuk mund ta humbasim këtë luftë. Do të ishte tragjike. Zonja Faragonda, kemi sinjalizuar një çrregullim në mbrojtjen e kështjellës. Gjitur me murin! Oh, falë Zotit, vajzat u kthyen. Griffin dhe studentët e saj janë me to. Ky është një lajm shumë i mirë. Mirë se erdhen në Alfea, Griffin, me sa shok edhe studentët me vete. Po, por është merit e studentëve tuaj që arritëm të shpëtonim nga kthetrat e atyre 3 shtrigave. Rëndësi ka që jeni këtu tani, mi trego më vonë detajet. Ndërkohë do t'ju ndihmojmë sa të mundemi. Mua më duket sikur dhe ju keni nevojë për ndihmë. Po, dhe më duket se kam gjetur personin që mund të na ndihmojë tashmë. Hej, shikoni të gjithë, u kthyen! Hej Brandon, gëzojmë që të shoh. Ku është Blumi? Çfarë i ka ndodhur asaj? Se dim që i ka ndodhur as asaj dhe as Skyt. Herën e fundit i kemi parë në kullën e reve, po përpiqeshim të frenonim përbindushat që ne të arratiseshim. A je i sigurt se kjo është rruga e shkurtër për në Magic? Kjo është rruga më e sigurt. Moçali me baltë është një mulim i mirë për ne. Po pyes veten se si du ta gjejmë Magic. Mirë gjërat me radhë, Bloom. Në fillim mendo si do të shkojmë. Sky, unë kam frikë.
Nuk vazhdoj dot më. Më duket vetja e padobishme pa fuqi. Por ti shumicën e jetës tënde e ke jetuar pa e ditur se kishe fuqi të veçanta, Blum. Po pikërisht pra. Unë mendoja se njerëzit të cilët më rritën ishin prindrit e mi. Dhe pastaj mora vesh se kjo nuk ishte e vërtet. Kështu që fillova një jetë të re dhe krejt papritur më marrin fuqitë e mia. Ti je ajo që je, Blum, me apo pa fuqi magjike. Po tani çfarë duhet të bëj? Tani qohu dhe eja me mua në Magix. Jam i sigurt se do të gjejmë dikë që do të na ndihmojë. Sky, e dëgjove atë? Çfarë? Nuk e di, më duk sikur dëgjova diçka. Unë nuk dëgjova gjë. Duhet të ketë qenë ndonjë kafsh. Më mirë ti ikim, eja. Ata ngordhalaqët arritën që të frenonin për binçat dhe janë strehuar te zanat në kështjellën e Alfeas. Me sa duket Blumi nuk është me ta. Përse e vret mendjen për Blumin, tani nuk na bën dot keq. Mendoj se ka ardhur koha të përqendrohemi në pushtimin e Alfeas. Do të mbledhim ushtrinë më të fuqishme që është parë ndonjëherë. Alfea do të dridhet nga lavdia e saj. Griffin, të gjithë e dim se pushteti që këto vajza zotërojnë nuk përputhet me mësimet që u ke dhënë në kullën e reve. Tani jam kryesisht e shqetësuar për Blumin. Edhe për princin Sky, është studenti im më i mirë. Fakti se është zhdukur pa lënë asnjë gjurmë më bën të mendoj më të keqen. Gjithsesi nuk duhet harrojmë se Blumi zotron një fuqi të jashtëzakonshme. Por atë fuqi ja vodhën asaj. Dhe të gjithë e dim kush. Zbesoj se ai si Darcy dhe Stormy janë kënaqur me kaq. Kam frikë se hapi tjetër i tyre do të jetë mizor. Mbase do ishte më mirë të vazhdonim? Blum, ty të duhet të flesh. Nesër në mëngjes do të ndihesh shumë më mirë. Na pret një ditë e madhe përpara. Ti mendon se këtu jemi të sigurt? Për bindshan mund na kapi fare let këtu. Shtrikët kanë flakën e dragojt, Blum. Ato vetëm atë kanë dashur gjithmonë. Nuk besoj se ti u intereson shumë për momentin. Po, nuk vlej shumë tani. Nuk ka asgjë të keqe të mos kesh fuqi magjike. Po triksat, ato nuk do të ndalen para asgjëje. Le të flem pak. Nesër do të shkojmë në Magix dhe do të marrim vesh se ç'po ndodh në Alfea. Mos harro se triksat nuk e kanë të lehtë sepse duhet të përballen me Faragondën dhe Griffin bashk. Sky? Po urdhro. Asgjë.
Fuqia e 3 shtrigave është më e madhe nga që mendoja. Falë Zotit, ai që kapa ishte udhëheqësi. Me magji apo pa magji. Ta shikojmë se ç'do bëjmë kundër kësaj. Erdhi fundi! Si jam shumë i sigurt. Po ti çfarë mendon se po bën? Prinde këtë Jargaman. Forca ti kafshën dyrë të shikojmë ç'di të bësh. A jeni mirë, profesor? Unë jam mirë, por krenaria ime jo. Gjithçka ka ndalur. O, mos ky është shumë i madh për ne. Merru me një të nivelit tënd, Jargaman. Kështu s'mund fitojmë, sa i shkatru informojnë sërish. Blum, qohu tani, është koha të nisemi. Sa është ora? Djeu këputa fare. Mos u shqetëso, ti ishe e raskapitur. Tani ndihemi të dy më mirë. Le të nisemi. Sky! Këtë duhet ta kesh dëgjuar me siguri. Të dëgjoj çfarë? Një zë që më thërret. Ka kaluar vetëm një orë nga sulmi i tyre i fundit. S'dua ta them këtë, por kam një parandjej se po luajnë me ne. Sa vjen dhe bëhen më të fortë dhe shtihen pa çdo sulmi. E vetmja rrugdalje nga ky lëmsh është të eliminojmë shkakun kryesor të gjithë kësaj. Me fjalë të tjera, ti përballin triksat drejt për së drejti. Kjo nuk është shenjë e mirë për t'jem të mi. Por unë nuk e dija. S'kishin nga ta dije. Mendon se do t'i rezistojmë sulmit tjetër? Unë nuk e di se çfarë të them. Sa më shumë të luftojmë, aq më të fortë bëhen. Kam frikë. Mos ki frikë, Stella. Unë do t'jem gjithmonë me ty. Por pikërisht nga kjo kam frikë, princi im i dashur. Stella, unë duhet të kërkoj shumë të falur që më bëre të besoje se ishe një princ, ndërkohë që je vetëm një shërbëtor? Po. Mos u shqetëso për atë Brandon. Nuk dua t'ja di nëse je princ apo jo. Prindrit e mi janë mbretit e mbretresha e Solarias. Nuk u ka sjell ndonjë gjë të mirë kjo gjë. Hej, të dashuruar, ç'po bëni? Nuk ju lëm dot vetëm as edhe një sekond. Oh, lërini vetëm, janë shumë të bukur bashk. Nuk keni ndonjë gjë tjetër më të mirë për të bërë? Hej, u çmande? Mund të isha vrarë. A tani se me jasë të këtë qëlloj. Të lutem, trego i këndshëm me shoqet e mia. Jam unë ajo që mund t'i ngacmoj. Sa do doja të dija ku është Blumi.
Ajo është me Sky në shumë e sigurt. Ke për ta parë, ata do ta gjejnë rrugë dalje nga kulla e reve. Që të shke me të. Timi, Riven, ç'kemi? Kemi nevojë për ndihmë. Nga momenti në moment, do të përballeni me një tjetër sulm. E vetmja mënyrë për të rezistuar është duke kombinuar fuqitë tona. Mos harroni se triksat u dhiqen nga urrejtja, se kanë ident që mund të arri fuqia e bashkimit. Sa rritu besoj do të syve janë me mira. O, zoti madh, shiko! Ata po drejtohen për në Alfea. Duhet të kthehemi në Magix tani. Nuk mund të kthehen në Alfea. Në fillim duhet të shkojnë në liçenin Rokaluçe. Për çfarë je duke folur, Bloom? Duhet ta bëj këtë, ka të bëj me Daphnin, me mua, me prindrit e mi të lindjes, me të kaluarën, dhe gjithashtu me fuqitë e mia. E po atëherë unë do të vij me ty. Jo, Brandon, duhet të iki vetëm. Ti shkon në Magix. Si të duash, por nëse nuk vjen për 2 orë, unë do vi dhe do të kërkoj. Banor të Alfeas, koha erdhi tashmë. Le të bashkojmë dhe kombinojmë fuqitë tona. Student të kullës së reve, le të zbulojmë fuqinë e magjisë tonë. Mjaft me kaq, s'ka më nerva. U lova duke parë dhe duke mos bërë asgjë. Motra, tani nuk mund të na ndal asgjë. Çfarë po presim? Le të përdorim fuqinë e flakës së dragojit. Nëse me të mund të shkatërrojmë Alfean, kështu doft. Ka ardhur koha të komandojmë ushtrinë tonë. Dua ta shikoj me sytë e mi shfarosjen e atyre zanave të vogla.
Çfarë? Oh, jo, nuk është e mundur. A ka njeri këtu? Daphne, mua po më kërkoje? Daphne! Në episodin e ardhshëm, çdo të ndodh me magjin. Çfarë do të zbuloj Bloom në Rokaluçe? Po Daphne çdo prej saj. Ndërkohë ushtria e errësirës nis mashën e saj drejt Alfeas dhe gjithë dimensionin magjik do të jetë në rrezik nga etja për pushtet e Triksave.